Tash që kandidatët prej 1 deri në 4 të lidhjes ata direkt i kequ në kuvend. Ata mendoj që do të jenë në kuvend, prandaj nuk kam dashur që me ja u hub mundësinë këtyre tjerëve. E kemi djalin e presidentit të ndjer doktor Ibrahim Rugova, zotri Uk Rugova, i cili mendoj që e përfaqëson familjen, po njëkohësisht e di që i ka disa këshilltarë duke përfshirë edhe bashkëshortën e tij shumë këshilltare e mirë për të, kështu që mendoj që ka me dhënë një kontribut shumë të mirë. Zotri Anton Çuni njihet si një komandant i cili në vazhdimsi ka qenë konsistent në qëndrimet e tij dhe mendoj që e përfaqëson shumë i lidhjen demokratike të Kosovës. Abdullah Hoti, një ish kryeministër, një profesionist i cili përvoja e cilit i duhet parlamentit të Kosovës. Hikmete Bajrami, njëra ndër deputetet më aktive në Parlamentin e Kosovës në 2 legjislaturat e fundit. Gjithashtu, djali i një ish themeluesit të lidhjes demokratike të Kosovës, Besjan Mustafa, mendoj që ka bërë një përvojë të gjatë edhe si ministër edhe si deputet dhe përvoja e tij duhet Parlamentit të Kosovës. Gjithashtu, njëjtin mendim e kam edhe për Armend Zemajn. Për Janina Zherkën mendoj që kohën e fundit... Janina Ymeri, po, më falë. Kohën e fundit ka tregu se është një profesioniste dhe mendoj që gjithashtu përvoja e saj i duhet Parlamentit të Kosovës. Profesioniste e fushës. E fushës, pa tjetër. Po sidomos kohën e fundit kemi nevojë, me që është duke u diskutu shumë për energjinë, kemi nevojë për njerëz cilët e njohin mirë energjinë. Arben Gashi, një si them një rrugovist i palëkundur i cili vazhdimisht ka tregu një qëndrueshmëri në mendimet e tij politike dhe Bardhyl Hasan Papaj, i cili një jurist i cili ka shkëlqy edhe në profesion, edhe këtu në studio që e kam dëgjuar shumë mirë, është i artikuluar dhe mendoj që i duhet Parlamentit të Kosovës. Dhe në fund e kemi një djalë i cili vjen nga Xhilani, Gentrit Murseli, i cili ka një kauz me cilën është fut në këto zgjedhje edhe gjithashtu është njëri ndër djemt më aktiv në qytetin e Xhilanit prej të gjitha partive politike, mendoj që i duhet, është përfaqësuesi më i mirë i rinisë së Kosovës, mendoj që i duhet Parlamentit të Kosovës. Su befasove kosh diçka. Po. Që s'përkoni kryetori komunë o vlla. Ndoshta në tarme nuk i dihet. E prita lut Hazirin më të madhin e Anamoravës. Luta është në 4-shën e parë, që mendoj që nuk ka koment. Sa është mos ndoshta se kemi lutë. Jo, unë